Monitorimin që ka bërë deri tash këtij procesi zgjedhor, e ndjekim bashkë. Të votojnë në mënyrë të rregullt pra dhe personale. Si trendi përgjithshëm, votimi me asistencë është duke u evidentuar në librat të votimit, ndonse nuk kanë munguar edhe raste kur votimi me asistencë nuk është regjistruar në librin e votimit, që si fenomen duket të ketë ngjarë më shumë në zonat rurale. Përgjithsisht, vëzhguesit tanë kanë raportuar se në vetëm 3% të vendvotimeve në nivel vendi ka pasur raste të tilla ku deri në 10 votues nuk janë evidentuar fare në librin e votimit. Fenomeni votimit me asistencë të paregjistruar është më i shprehur në rajonin e Prizrenit, ku kemi të bëjmë me një raportim prej gati 2 fish më shumë rastesh të votimit të tillë me asistencë se sa në rajonet e tjera. Sa i përket votimit me dokumente të pavlefshme, përkatësisht me dokumente me afat të zgatuar, vëzhguesit e DNV-s kanë raportuar se në 14% të vendvotimeve në nivel vendi ka pasur raste të izoluara ku votuesit, pavarësisht kriterit ligjor i cili qartazi përcakton se vetëm me dokumente të vlefshme lejohet identifikimi i votuesve, të njëjtit janë lejuar që të votojnë edhe me dokumente të tilla me afat të zgatuar. Edhe në këtë dimension, rajoni i Prizrenit vazhdon të theksoj më shumë apo të raportoj raste më të shpeshta të natyrës së tillë, duke vendosur rajonin e Prizrenit bashkë me atë të Gjakovës si 2 rajonet ku ka parregullsi në përmasa më të mëdha se sa në rajonet tjera, ndonse përgjithsisht situata duket e rregullt në nivel vendi. Sa i përket fotografimit të votës, deri në ora 12, vëzhguesit tanë kanë raportuar për 12 raste të fotografimit të votave në 10 vendvotime, përkatësisht në 2% të vendvotimeve në nivel vendi. Ky trend është përafërsisht i njëjtë me atë të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, por që ne rikujtojmë që në bazë të kodit penal dhe praktikës tashmë gjyqësore nga gjykata themelore dhe ato të apelit, fotografimi i votës dhe bërja publike e saj përbëjnë raste penale të cilat do të ndiqen nga prokuroria, andaj u bëjmë thirrje shtetërorëve që ta respektojnë kërkesën ligjore që të mos e fotografojnë dhe të mos e bëjnë publike votën e tyre. Këto janë gjendjet kryesore nga vëzhguesit e DNV-s në terren, derisa fenomeni i cili është i shprehur në nivel vendi janë raportimet e shpeshta të votuesve të cilët kanë deklaruar se ngjyra matrikuluese e cila përdoret për shënimin e votuesve është fshirë lehtësisht nga gishtrinë e tyre. Sidoqoftë në këtë rast nuk kemi të bëjmë me një fenomen të shprehur në gjithë vendin në përmasa të njëjta, për shkak se nga ajo çfarë është raportuar kemi të bëjmë kryesisht me raste të izoluara. Incidenti mbase i vetëm që vlen të përmendet është ai ndërprerjes së rrymës në një zonë në komunën e Kamenicës, por që si problem është raportuar se është sanuar nga ana e ekipeve përkatëse të KQZ-s dhe të kompanive të tjera brenda një afati të shkurtër kohor, duke mundsuar vazhdimin pa probleme të procesit të votimit. Në rast se nuk keni ndonjë pyetje, këto janë gjendjet kryesore të DNV-s për periudhën e parë të ditës, pra nga ora 7 deri në ora 12. Nëse nuk ka ndonjë pyetje, ju faleminderit shumë dhe mirupafshim në konferencën tonë të radhës që pritet të mbahet rreth orës 18. Faleminderit. Keni parë drejt për drejti konferencën që është thirrur nga Demokracia në